ne sot kemi thirrur një takim me ekipin e përbashkët për shënjestrimin e rasteve. Kemi të bëjmë me një rast jashtëzakonisht të rëndësishëm që ka të bëjë me krimin e organizuar. Vlera konfiskimeve në total, përfshirë vlerën e palujtshmërive, parave të gatshme e tjera, shkon diku rreth 80 milionë euro. Është një rast që nuk ka ndodhur asnjëherë më parë sa i përket kësaj vlere të sekuestrimeve. Rasti është i ndihshëm dhe kemi gjithë të dyshuarit deri me tani në paraburgim dhe për neve ka prioritet jashtëzakonisht të madh. Nuk paragjykojmë se si duhet të jetë fundi, po ata që e garantojmë është se hetimet janë duke u zhvilluar me profesionalizëm dhe me prioritetin e duhur.